Edhe banorët e njësisë administrative Suç në Bashkinë Klos, ashtu si ato të Gurrës, ishin të ndarë në lidhje me reformën administrative territoriale që parashikon bashkimin me Matin. Një pjesë e banorëve ishin pro bashkimit me Matin, duke argumentuar se bëhet një bashkim më e fortë dhe më eficiente në shërbim të qytetarëve. E drejta e vërteta është kjo. Ju doni ta ndërtoni ndryshe, ndërtoni si doni. E vërteta ka emrin e vërtetë. Ne kemi ardhur të dëgjojmë ty. Që të ndëgjosh ti mua do ta mendimi jonë nëse je pro apo kundër. Që të ndëgjosh mua do të dëgjosh me mend, jo me vesh. E para, ku ishe ti kur ne luftoshin për këto? Gjithë të fshatarë kanë dhënë lek për me rregullu rrugët për me shku ke shtëpia. Rrugët që duhet të rregullohet bashkia. Kemi qenë komplet financime eksistent. Ju duhet jeni duhet vi turp që keni ardhur këtu. Faqen e zezë pashi këtu punohet për këto njerëz, për një komunitet që është u vujt këtu. Jo më arë me thonë të lutëm më në punë. Por me majtë në punë, kush tjetë halëgji, hajtë vjetë mori kështë kemi me thes mija. Faqen e zezë pashi. Faleminderit, kalojmë kush tjetër ju lutem. Po mendimin që duhet të jemi pak më patriot, sepse Matin e shtret po e cëllojnë herë pas here. Jeni morë marrëdhënëshin nga kaluar përqizës, me që i njëra. Pastaj morë skuret e ja kaluar Mirditës. Tash kanë morë Trudëshun, kanë morë Balgjaj, 300 hektarë ka kaluar Diprës. Edhe sot Balgjaj johet me 100 qenj, oj Diprës, me harta. A kuptoti edhe këti që kanë met e dëmë përgjysëm. E në pesë vëglu. Ne nuk kemi leverdi, qish, unë nuk qenë dakord, qish fillim, që të dashtë dy bashkit, dhe që të një bashkit, jo dy. Tani, vje puna këta më shku, që e buhet shumë njerëz nga puna. Ashtë e gjinohë, para ma. Pra nej. Po. Tani, bashkia. Të lutem, të dëgjuam ty, të dëgjuam të zotrin. Një sekundë. Tani, bashkia e vogël. Bashkia e vogël ka pak kompetenca se bashkia e madhe. Se ne kemi ujt e pishëm. E ka pru, brava qëf, një 4-5 vjet ishim pa ndërprerje 24 orë. Sot është në ndërprerje, pse ka të hyjt padiqme. Edhe bashkia nuk është në tjenje, me këtë polici që ka, me këtë fush që ka, të ndërhyjt. Ujt paditës, ka qenë ujt paditës që kur të rije marë tërët e modit si shati, ma me uj, ma me produs, edhe o produs. Sot është 5% e ujt. Pse? Sepse janë 60 tuba për simullimet. E deri këtu që fut vitë kryesore. Edhe bashkia nuk ka fuqi, nuk ka kompetencë me i tubat e ujt. Zotëri, ju lutem, ju a thash disa herë, jemi këtu vetëm për reformën territoriale. Po, për dobra, sepse bashkia vogël nuk botra të bie, një mësi e fje. Bashkia vogël nuk i ka fuqi në bashkisë madhe. Pra ne, unë jam mendimit që bashkia duhet një bashki vogël, jo dy. Faleminderit. Kjo, mendimin personal, bashkohën dhe mendimin e bashkohën si lokaliteti këtë Murish, dhe janë qendër dhe kjos, urime bashkimit me Matin. Emërtimet e kryetarëve tjerë. Gjithsesi, unë nuk jam të fol politikisht, jam të fol seriozisht. Ne jena kurdaria është zemra e burrelit. Ndashta për ne djetit e trit, ndashta pa asnjë lloj kurdaria, suqi janë zemra e burrelit historikisht. Ka që isha mu jam pro një bashkia e madhe. Faleminderit. Populli kurdaris nuk është asnjë drejtor teritorie në bashki nuk e ka një. Nuk ka asnjë antar këshilli 2. Po as më keq, fshati Skënder nuk ka dhe kryeplak për një vit, populli shkon Klos për të marrë një vujt. Dhe aku kryetari e këshillit bashkë, ke botim lidhje për ta vënë kryeplakun e fshatit Skënderit? Jo. Pra, mates kemi një. Për të diskutuar vetëm për reformën territoriale. Territoriale pra lidhet kjo. Territoriale lidhet kjo zë. Po, se të njëfë se i qëse shkëgjim arrikët dhe njëfë kam respekt për babën dhe për ty. Tani, nëse ka artë, për të gjesa publike ka ashtun kurdarisë. Falsë. Mos të shërëjt bëhet falsë edhe kjo. Po shkojnë në përgjukata, Peshkopi, Burrel, Kurdari, Peshkopi, Burrel, për lejnë dhe kokës. Në. Sa për qëfar? Për faj. U dituru bashkia Klos të pranojnë
Populli e Kurdarisë nga zor të futet në institucionin e ullë, nuk është e bashkisë. Bashkia është e popullit. Amin? Pra, grejtë këta e bashkisë, për dy probleme të thesë. Kërë plakun e fshatit Skënderës në Vazgjetni, dhe takimi që ka bën me kryeministrin e nderu, zotin Edi Rama, kapitanin e Shqipërisë, dhe tot, unë e këmë të shërë policioni, që e qiti për jarë, a jetë e molit, që e qiti për jarë, edhe kjo kishë këndështu ta qiti për jarë. Atëra me po, dhe falim dhe. Ju e një të luftu për karikën e juj. Që kërtare, kur kemi shku bashkina, ka një të mrena, një sajër policie e Tiranës, grupi Gacho. Ku jam pro për vetë time që të shkenë për rejnë. Nga i herë shku në të Pra, si që thash, ne jemi plotësisht dakord dhe i bajthiri këti komuniteti i bashkohemi bashkisma. Ne ja kemi kërku dhe në potet e para 2 vitesh. Pavarësisht nuk nga përgjith, duhet i bashkohemi matit. Kurdaria tradicionalisht ka qenë me matit, historikisht me matit. Ndërkohë të tjerë banorë thanë se bashkimi me matin rrit tensionin për administrim dhe se shërbimet largohen nga qytetarët, duke shprehur mendimin kundër reformës që parashikon shkrirjen e Klosit si një sije veç qeverisjes vendore. Një mandat, 2 ose 3 mandate, kjo nuk do të thotë të shkoj shtëpinë e babës. Dhe unë t'i kthehem dhe të shkoj në kohën e Musi Pajengës, dal 80 mbrapa, unë do të marr bashkinë e Klosit, bashkinë ta fuqizojmë gjithë bashkë, ta ndihmojmë, t'i bëjmë atë opozitën që është për kryetares, sepse s'ka kryetar të mirë të dhihemi me këtë halle që ka ky komunitet, e tim në gjitha pjesë, dhe do të i ka bërë opozitën, e di shumë mirë kryetarja ku ka qenë për t'ia bërë opozitën, bashkë me gjithë ju, dhe bashkia e Klosit do të qëndroj kala. Nuk kam se shkoj me bashkinë e matit, me bashki, kur 20 polic bashkie shkëlqyrojnë derrat e kryetarit, shkëlqyrojnë zagarat e kryetarit, shkëlqyrojnë kuajt e kryetarit bashkisë, ish kryetarit sot deputet në parlament. Dhe kur nuk jam për të bashkuar me bashkinë e matit. Jam bashkia e Klosit të jetë dhe të jetë më e fuqishme se sot. Faleminderit. Problemi ujë. Ka nevojë populli me ujë për larje. Larje një orë ditë ujë. E ka ngrit dhe ke ndërmarrje ujësirë të bujqirës. E mori gjurën e dashit të Balgjel që timi ujë, 24 orë. Se kur e ka bo firma a i drejgjërni, ka për 24 orë. Tani kemi 1 orë ujë. Rrugët janë cop-cop. Në me shkimi ka bo se pa këtë përgjigje. Ka të rri bashkia si që është, sa me vogël të bashkia ma mirë është. Në rregull. Sa ma të vogël me këtonë, ma mirë ndërtojë dhe ekonomi. Taj, jam dakord. Jam dakord për rri bashkia Klosit. Për arsye, sa pak e krijon shërbimet. Edhe rrugën e kemi të tjerë përë. Qendra është atë. Kryeministri jonë sot të nderuar bashkëqytetarë të bashkisë Klosit ka futur rresht parlamentin 140 deputet. Ka marrë dhe mbarë gjysmën e qeverisë janë në korupcion e marrë rresht. Gjysmën e qeverisë që i ka në ndjekje penale, s'paku vetëm ka emrin se s'ka çfarë të bajnë, edhe ne votimin me ndërti. Jo halli një bashkie që a nuk e shkrum të thesë shfarës. Bire ka punu shumë kryetari bashkisë. Unë të këshën qekë që në ndërheqin me kohë. Po kush do ta merte? Ja një iri që në nështrojë qeverisë. Qëndrore më rështë, as kuj tjetër. Pra, ky problem që im dhe sot, se ka dhe të tjerë që më përtasin, është një problem jetik prapë. Në qoftë se ne do të pranojmë që bashkia e Klosit, që edhe tradicionalisht Kurdaria e bante në pazarin, ku po shkon ke pazari Urës. Shkon të edhe muhabeti, 20.000 ka pas për para qyteti Porellit. Ti bashkojmë edhe 20 apo 30 ne prapë, ku do shkojmë në bashkinë e Porellit ne, të morim një flet për shku të shkin nga rruga Arpit që bën një orë në Tiranë, po të shkojmë të rrimë 3-4 orë që së shkojmë fare në Tiranë. Bashkia e Klosit të qëndroj, për arsye se u ban 30 sa vjet, tu po ba, qeveria po ba eksperimente. Tani ishë po mund, bon bashki Klos. Tani shkrehet e bashkia Klos, shkrehet Porellit. Po sa të kemë bashki Porellit na? Kur? Unazë e Porellit, e ka shenë, tani taksatonet shenë, ato këmën, ata rrugë e Porellit, lisi pa ujë, Tërjani pa ujë, Aero Raka pa ujë,
Edhe kanë në Klosit të me na kalu Borrelit, tani qatë pojnë në këtu. Tani a një vete juar, ki popull nuk e ti farë, në tërbo ki popull. Shkonë të janë, kanë hitë njerëzit të s'ka ma ditë. Ndërgjesa e fundit publike nga Këshilli Bashkiak do të bëhet me banorët e njësisë administrative Klos.